gjeneratët e para kishin mendim të mirë për Allahun në çdo moment, në çdo kohë. Edhe kjo shtohej kur ju afrohej vdekja. Për shkak të hadithit pejgamberit që përmendëm, mos vdes askush prej jush, veç se të ketë mendim të mirë për Allahun. Një prej dietarëve të selefit thoshte, unë kam kësi mendimi për Zotin tim, që në momentet e vdekjes do të më lehtësoj. Dhe melekët e mëshirës do të më marrin. Pastaj do të më lehtësoj edhe pyetjen varr. Dhe do të më lehtësoj edhe gjykimin në ditën e Kiametit. Por thoshte, edhe nëse Zoti në ditën e gjykimit nuk më mëshiron dhe i urdhënon melekët e vdekjes, melekët e xhehenemit me kapën drejt xhehenemit, do ta kthej kokën dhe t'i them kam pas mendim tjetër për ty. Kjo mbi bazën e hadithit që pejgamberi alayhis salam tregon se në ditën e gjykimit një njeri Zoti e gjykon dhe gjykimi i tij është që meriton zjarrin dhe urdhënon melekët për me çuar zjarr. Ai e kthen drejt Allahut kokën dhe thotë, o Zot, unë kam pas mendim tjetër për ty. Allahu e din çfarë mendimi ka pas, po dëshiron që ta dëgjojnë melekët. Thotë, çfarë mendimi ke pas për mua, robi jam, thotë se do të më falësh. Ndaj ka falë Allahu, urdhënon për më fund xhenet. Ky person me bazën e këtij hadithi thotë, edhe nëse i urdhënon melekët e xhehenemit me çojnë zvarr drejt zjarrit, do të ktheja kokën dhe t'i thaja kam menduar se do të më falësh. Por edhe nëse nuk më fal, unë fund në xhehenem nuk do të lov vend të, veçse t'ju tregoj njerëzve sa shumë dua o Zoti jam. Por kjo ishte çësia e tyre, kërshi mendimit mirë për Allah në çdo moment. Po marr parasysh asoj që përballohet me ta. Në asnjë rast nuk ndodh që me pas mendim tjetër për Zotin. Pra as në atë skenë të trishtimit, nuk të ndryshon mendimi mirë për Allahun. Fudajl ibn Iyad, atë keni fjalë të mirë, është o Zot, ti keni si në mëshira. Me një mëshirë që ke lëshuar në tokë, unë jam po musliman. Dhe me 99 mëshira që i ke ruajtur, më falë Zot, jam ditën kur takoj. Pastaj kjo një lloj marifeti edhe i lutjes. Sigurisht. Për të kërkuar mëshirën e Zotit. Pastaj i thoshte në zonën vet. Rregullon ato që ju kam vetë, se prej mendimit mirë në Allahun është se ja fal ato që ja u ka kalu. Edhe njëherë e takon Sufjan e Thauri në Arafat, e takon Fudajl ibn Iyadin, dhe i thot, me të rego se kush është i dështuar sot. Sufjani thot, se është i dështuar ai njeri që mendon se Allah nuk ka me fal njerëz që kanë dalë në këtë kodër. Pra gjithë do t'i falë.